Gjatë vitit 2025, një ndër momentet për të cilat janë ndjerë më krenare ka qenë fitimi i bursës Lullsojnë ISA Consulting Group. Për mua kjo bursë ka një vlerë të veçantë për shkak se vjen nga një kompani e cila vepron në fushën e teknologjisë dhe transformimit digjital, duke krijuar mundësi konkrete për të rinjtë të cilët kanë vendosur të ndërtojnë të armën e tyre në këtë sektor. Mirënjohëse që janë përzgjedhur një nga 11 studentët përfitues për këtë bursë, sepse për mua kjo nuk është vetëm një mbështetje financiare, por edhe një vlerësim i punës për kushtimin të potencialit tim. Kam zgjedhur të studioj inxhinieri kompjuterike sepse gjithmonë më ka tërhequr ideja e zgjedhjes së problemeve përmes teknologjisë. Për mua nuk ka qenë vetëm një drejtim studimi, por edhe një mënyrë e të menduarit. Besoj se kjo fushë ka rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit, për shkak se Kosova është një vend i ri, me popullsi të re dhe teknologjia është një ndër fushat në të cilën ne mund të konkurrojmë në tregun global. Besoj se çdo inxhinier ose çdo student i ri që ka zgjedhur këtë fushë është një kontribut i drejtë për të ardhmen e vendit tonë. Mendoj se jam përzgjedhur si fituese e bursës për shkak të përkushtimit tim akademik gjatë studimeve jashtë vendit. Përveç angazhimit akademik, po ashtu kam qenë e angazhuar në praktika profesionale në kompani si në Kosovë, në Holandë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe po ashtu kam qenë pjesë e bordit të shumë organizatave studentore. Vitin e kaluar kam themeluar MIK Hub së bashku me kolegët e mi. Kemi krijuar një rrjet i cili lidh studentët ndërkombëtar të inxhinierisë me kompani ose biznese lokale. Besoj se për këtë arsye jam përzgjedhur si fituese e bursës dhe jam mirënjohëse që komisioni i bursës e ka vlerësuar mundin tim. Ftoj të gjithë studentët e rinj të aplikojnë për bursën Lullsojnë, nga që është një mundësi e mirë dhe besoj se do të kenë ndikim pozitiv në rrugtimin tuaj akademik, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe që motivoj të angazhoheni në punë vullnetare dhe të shërbeni komunitetit.